Ndërkohë një tjetër shikues tjetër, festimi ju pyet, a lejohet që femra të shpojë hundën për të vendosur vath me të vetmin qëllim sepse ka dëshirë? Çështja e shpimit të hundës apo të veshit në përgjithësi do thotë është një problematik që ka të bëjë me traditën apo me zakonet e njerëzve apo shoqërive në përgjithësi. Prandaj neve duhet ta kemi parasysh se Islami përballë thotë traditës, orfit që i thojnë në gjuhën arabe apo zakonit, do thotë nuk ka një qëndrim do thotë refuzues në kuptimin që mos të pranoj atë, po të njëjtin kohë do thotë nuk është që çdo traditë të përvetësohet apo të jetë e pranuar në Islam, por ajo do thotë matet nga peshorja e lejimit edhe ndalimit se a është do thotë a ka në të ndonjë dobi apo jo, dhe nga ky vështrim do thotë vlerësohet se a lejohet të përdoret apo jo. Duhet ta kemi parasysh se ta shpjegoj do thotë këtë çështje pak ma detajzuar për arsye se ngrihet kjo pyetje nga shumë do thotë njerëz të cilët ballavaçohen me kultura të ndryshme dhe me praktika dhe adete do thotë të shoqërive të ndryshme. Dietar tanë të nderuar do thotë fukahat në për librat e tyre kur kanë folur për zbukurimin e femrave, kanë folur do thotë për çështjen e përdorimit të shpimit të veshëve dhe përdorimit të vathve. Dhe për këtë do thotë shtjellohet shumë qartë dhe te ulemat, posaçërisht te ulemat Hanefi dhe te Hanbelit në përgjithësi, kjo gjë është e praktikueshme dhe e pranuar dhe nuk ka gjë të keqe. Edhe pse disa prej fukahave, juristëve islam kanë mbajnë rezerva në lidhje me shpimin e veshëve, duke u mbështetur në atë se është një lloj mundimi e cila shkaktohet gjatë shpimit dhe ky dhimbje do thotë nuk është e nevojshme. Pra edhe thonë dhe nga ky vështrim kanë thënë se nuk lejohet shpimi i veshme. Mirë, po nëse shohim historinë, domthonë hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atëherë shohim se praktikimi i shpimit të veshve dhe përdorimi i vathve për femrat ka qenë e njohur në kohën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe ky vërtetohet apo ky veprim vërtetohet me hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili tregohet nga Abdullah ibn Abbasi dhe nga të tjerët se i dërguar Allahut në ditën e Bajramit ka dalë do thotë me fal namazin e Bajramit dhe në atë namaz kanë dalë edhe burrat edhe femrat, edhe gratë në përgjithësi. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam e ka mbajtur një ligjërim për burra në një kohë gjatë Bajramit, pastaj kur e përfundoi do thotë ligjërimin e burra, shkoi te gratë për arsye se ishin gratë do thotë në një anë tjetër të vendit, se falja namazit të Bajramit është bërë në kohën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam është bërë në fush, jo në xhami, për shkak të numrit të madh domthonë të pjesëmarrësve. Dhe zëri i tij nuk dëgjohej do thotë edhe te gratë për arsye se ata ishin më larg. Edhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam pasi që e përfundoi ligjërimin me burrat, e morri Bilalin radiallahu ta'ala anhu me veti edhe shkoi te gratë dhe aty do thotë e mbajti një ligjërim gjithashtu ku i nxiti do thotë gratë dhe femrat për sadaka, për japjen e lëmoshës, për ndihmimin e të varfërve. Edhe Abdullah ibn Abbasi tregon se thot mas përfundimit të ligjërimit nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, atëre gratë fillun do thot me nxjerr apo me largu nga vetja do thot qaforët e tyre dhe nga veshët do thot stolit e tyre dhe nga veshët stolit e tyre dhe kështu do thot ja dorzonin Bilalit për me i shpërnda ato si sadaka. Atëherë nga ky hadith kuptojmë se si ato stolit që i kanë pas në veshët e tyre, po nuk kuptojnë se pas kanë pasur vath të cilat i kanë shpuar dhe nga ky vërtetohet se kjo praktik ishte e njohur edhe në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu edhe me disa hadithe tjera. Kurse për sa i përket shpimit të hunës apo shpimit të buzës, themi ne, apo ndonjë vend tjetër në trupin e femrës, themi se kjo është shpjegu edhe është fol nga dietar bashkohor dhe posaçërisht do thot për shpimin e hunës janë disa kritere të cilat nëse mund të apo nëse janë të parashihen se janë do thot plotësohen tek një grua, atëherë mund ta bëj apo mund të praktikohet kjo gjë. Pra arsye se kjo ndërlidhet edhe me shoqërinë, do thot se sa është e njohur do thot kjo praktik apo jo. Pra kushti i parë është që
femra këtë mos ta bëj për t'i përgjasu ndonjë jo besimtareja apo ndonjë artisteja apo ndonjë këngëtare e kështu me radhë, mos me qenë do thotë ky shkaku i shpimit, do thotë përgjasimi i jo besimtareve. Nëse është ky shkaku, atëherë është e ndaluar. Kriteri i dytë është që ky shpim mos jetë diçka ekstravagante, në kuptimin do thotë të jetë diçka e panjohur në atë shoqërinë në të cilën jeton, sikurse që është fakti tek ne. Shpimi i hundës tek ne nuk është i njohur, ose të them më mirë do thotë është e njohur vetëm tek ata njerëz që nuk lavdërohen për nderin dhe për moralin e tyre. Me një fjalë do thotë tek ata njerëz apo ata gra apo edhe ato femra apo edhe ato meshkuj fatkeqësisht, të cilat njihen do thotë me një lloj po them me një fjalë degenerimi dhe tejkalimi do thotë të moralit, e përdorin dhe e bëjnë do thotë një praktikë të tillë. Prandaj në një formë tek ne ndoshta është e drejtë që mos ta praktikojmë do thotë shpimin e hundës, por nëse besimtareja do të ishte në ndonjë vend ku në atë shoqëri shpimi i hundës është diçka normale apo praktikohet si zbukurim për femrat, sikurse që është do thotë në Indi apo në vende ndryshme të Pakistanit, atëherë do të themi se praktika e tyre apo e femrave në për ato vende muslimaneve nuk do të ishte ndaluar, por në vendin ton, në rrethinën ton, rrethanat tona, atëherë kjo nuk do të ishte e drejtë. Prandaj themi se e drejta apo e saktë është që një femër muslimane e cila dëshiron me qenë e përkushtuar ndaj Zotit madhruar, do të ishte më e drejtë që mos ta shponte hundën e saj për faktin se ajo tregon një lloj ekstravagance edhe një lloj përgjasimi ndaj jo besimtarve apo spaku ndaj atyre njerëzve të cilët nuk njihen do thotë me moral të mirë dhe me një nder do thotë nga në praktikën e tyre. Zoti i di më së miri. Allah ju shpërbleft hoxhë nderuar, dhe pyetja radhës është kjo. Çfarë thot Islami për trekëndshën e Bermudës, kur e dim se në të njëjtën janë zhdukur shumë anije dhe aeroplan dhe ende është një misteri pas zbuluar nga shkencëtarët. Allahu do t'ju shpërbleft dhe kërkoj një përgjigje. Vërtet është thënë shumë në lidhje me trekëndshin e Bermudeve, dhe ajo çfarë di unë do thotë në lidhje me ato ndodhi të cilat kanë ndodhur apo në lidhje me trekëndshin e Bermudeve në përgjithësi, është ajo që kemi lexuar apo kanë lexuar edhe shikuesit e juaj dhe kanë dëgjuar nëpër informacione të ndryshme me të cilat i kanë has. Edhe unë do thotë personalisht i di ato që janë thënë sikurse humbja e aeroplanëve nëpër atë vend, do thonë në atë rajon i cili gjendet do thotë është afër apo në Amerikën e Mesme, që kufizohet do thotë me një pjesë të Amerikës Veriore, pastaj me ishujt e Bermudeve dhe me shtetin e Porto Ricos. Dhe ky vend do thotë është si një lloj trekëndshi, dhe në këtë rajon vërtetohet sipas disa njerëzve të cilët kanë fol se shumë aeroplan të cilët kanë aterruar në këtë hapësirën ajrore do thotë në këtë vend janë zhdukur, edhe nuk kemi ndonjë shenjë të zhdukjes së tyre apo ndonjë gjumë se aeroplani janë rrëzuar apo kështu me radhë. Po gjithashtu edhe disa anije të cilat kanë kaluar nëpër kohë të ndryshme në rrethana të ndryshme vërtetohet se janë zhdukur pa gjurmë. Dhe kjo ka ngrit do thotë shumë pikpyetje nga ana e shumë njerëzve. Madje edhe janë shkruar shumë libra, janë bërë shumë shpjegime, disa i kanë ndërlidhur do thotë me disa ngjarje shumë misterioze e kështu me radhë. Them se nga vështrimi islam nuk kemi ndonjë vërtetim i qartë do thotë në Kur'anin famlar për këtë vend, apo edhe në hadithet e pejgamberit lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të. Dhe nuk mund të prejuridikojmë ndonjë qendrim apo ndonjë qasje. Po ndoshta mendoj tash, Zoti di më së miri, po ky pyetës e ka bërë këtë pyetje për arsye se para disa kohë unë e pata lexuar një libër nga një shkrimtar Muhammed Isa Davud, që është përkthyer edhe në gjuhën shqipe, Fijet sekretet e Mesihut Dajjal dhe trekëndshit Bermudeve, apo kështu nuk më kujtohet qartë do thotë emri i këtij libri. Është një libër që është përkthyer mas lufte do thotë edhe tek ne, dhe është lexuar nga shumë lexues, edhe unë personalisht e kam lexuar. Është një libër që është tendencë e autorit, i cili nuk di domosdoshmë çfarë qëllimi ka pas, a ka qenë qëllimi i tij vetëm ta shes librin dhe të fitoj do thotë materialisht apo ndonjë qëllim tjetër, por e shohim se është munduar do thotë të bëj disa krahasime dhe disa vërtetime
që nuk kanë bazë as në shkencë, po gjithashtu as në jurisprudencën islame dhe në mësimet islame në përgjithësi. Ai ka bërë, do thotë, ka pretendu se ky trekanshi i Bermudeve është froni i shejtanit, vendi ku rrin shejtani, do thotë dreqi i mallkuar, dhe duke u mundu, do thotë, me ndërlidh me sqarimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se froni i shejtanit është mbi ujë, dhe ka thënë derisa ky vend që ndron mbi ujë dhe ka ndodhur, do thotë, këto tragjedi dhe këto misterje, atëherë ky qenë ka vendi i shejtanit, pastaj kët e ka ndërlidh me ngjarjet e Dexhalit e kështu me radhë, është mundu me bë, do thotë, një lloj përputhje dhe më ja ekspozu, do thotë, lexuesve se këto janë, do thotë, fakte shkencore që ai është bazu, po në fakt ato të gjitha janë supozime dhe nuk qëndrojnë në asnjë formë. Dhe ai libër nuk është i preferuar as të lexohet posaçërisht nga lexuesit të rëdëmt, për arsye se mundohet disa fakte të vërteta i përzin, do thotë, me disa mashtrime dhe me disa fiks ide, do thotë, të tija, dhe kështu ato i bjen si hipoteza shkencore që në fakt nuk janë ashtu. E ndoshta ky lexues apo ky pyetës i cili pyet për kët ka lexuar diçka nga kjo dhe mendon, do thotë, se ka ndërlidhje, themi se tendenca për me ndërlidh kët trekanshën e Bermudeve me fronin e shejtanit, me arshin e shejtanit apo me diçka tjetër është domosdoshmë vetëm supozim, edhe nuk ka diçka të faktuar apo diçka të argumentuar. Zoti e di më së miri.